përshëndetje për mësimdhënës e sidomos një përshëndetje e veçantë për veteranët e arsimit. Përshëndetjen të gjithë qytetarët të gjithë të pranishmit në këtë 82 vjetor të shkollës së parë në Vërban. Me iniciativën e adhetarit Zeq Vërbani e Jetish Vishi, shkua në Tiranë për të ndruar vijën kufitare të Vërbanit, sepse në atë kohë ishte vijë kufitare zonës bullgare. Në administrimin italian kaloi Vërbani, ku shkolla fillore e Vërbanit me iniciativën e adhetarëve me 1 qershor 1943 me dekret nga Ministria e Arsimit Tiranës me numër 916/2 lejon që të hapet shkolla e parë në Vërban. Mësuesi i parë ishte Jetish Vishi. Ky ishte një vendas i joni i cili dha një kontribut të madh për arsimimin dhe edukimin e gjeneratave. Ku ende në jetë kemi gjenerata të cilat janë në jetë që ishin vënësit e parë të mësuesit Jetish. Me qenë se i kena ftu për nuk të shok këtu. Numën vëndë ishte 31 vëndës në atë kohë, ku gravitonin nga Vërbani, Goshica, Smira, Sudovina, Gëlmova, Slatina e Tresiniku. Shkolla jonë vazhdon të rrugtimin pa njësi paralele i Goshicës me emrin Zenel Hajdini deri në vitin 1978, nga klasa e parë deri në klasën e 8. Në vitet e 90 ku të gjitha shkollat ndurçin, shkolla jonë punon me një intensitet edhe më të lartë, ku këtu punonin në 3 ndryrime. Domethënë punonte edhe shkolla e mesme. Vitet më vonë mësimdhënësit e shkollës së Vërbanit morën iniciativën për ndarjen e shkollës nga drejtoria e Goshicës dhe bën kërkesë në Ministrinë e Arsimit në Prishtinë, ku Ministria e Arsimit lejon me 4 nëntor 2010 me vendim 1079/02B, shkolla e mërët me emrin 28 nëndori, ku edhe sot e mbon emrin me krenari. Në kohëtër të shkollës sonë punon paralele e ndarë në Sudovin të Elive, ku këtë vit shkolla e Sudovinës është renovuar nga Temeli deri në Kolëm. Në shkollën tonë numër 360 duke llogaritur edhe parafilorët. Në shkollën tonë punon 36 mësimdhënës, 3 punëtor teknik, kemi psikologën, mësuesën mbështetëse dhe të gjithë janë të angazhuar në profesionet e tyre. Vlen të theksohet fakti që nxënësit tanë kanë treguar sukses të kënaqshëm me notë mesatare 3.90. Një sukses i cili dedikohet edhe te 2 vjetorit të themelimit të shkollës parë në Vërban. Nga kjo shkollë dolën gjenerata, në mesën e tyre kemi edukatorë, mësimdhënës, arkitekt, jurist, ekonomist, profesor, inxhinier, magjistra e doktorat të shkencës. Nga shkolla jonë kemi edhe kolegjin Univerzum, i cili një ndërkombëtares nga shumë shtete të botës. Nga kjo shkollë dalën edhe 3 ato ushtri shqiptare të Kosovës, që ja këtu mbushën armikut në kohët më të vështira për ta shpëtuar vendin. Kemi edhe veteran, kemi edhe adhetar, kemi edhe dëshmor. Në emër të drejtorisë të shkollës dhe në emër të kolegëve, ju uroj ditën e shkollës gëzuar edhe përshëndetje. Faleminderit. Të nderuar drejtues të shkollës, mësues, nxënës dhe mysafir. Sot jemi mbledhur për të nderuar një simbol që na bashkon të gjithëve. Flamurin kombëtar, flamurin kuqezi, i cili prej shekujsh përfaqëson qëndresën, krenarin dhe identitetin e popullit shqiptar. Historia e ngritjes së flamurit tonë përmbledh 3 momente madhore të rrugëtimit kombëtar, momente që i kanë dhënë kuptim unitetit dhe lirisë. Së pari kthehemi në vitet e larta me 28 nëntor 1444, kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin e tij në Kruj, duke bashkuar principatat shqiptare në një qëllim të përbashkët, mbrojtjen e tokës, dinjitetin dhe identitetin e shqiptarëve. Ajo ngritje flamuri ishte fillimi një epoke që i dha popullit tonë besim, forcë përballë çdo sfide. Më pas shkojmë në një datë tjetër historike, pra 28 nëntori 1912, kur Ismail Qemajli bashkë me delegatët e kombit shqiptar
ngriti sërish flamurin në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ky akt i madh politik dhe kombëtar vulosi të drejtën e shqiptarëve për të pasur shtetin e tyre, duke i dhënë flamurit ton vendin që meriton në historinë e popullit shqiptar. Dhe së fundmi jemi përballë në një të vërtetë të afërt me shumë e rëndësishme për Kosovën. Pra, me 28 nëntor 1997 u shfaq publikisht ushtria qëllimtare e Kosovës në kryen e komandantin legjendar Adem Jasharin, duke ringritur në një formë të re simbolin e lirisë dhe të qëndresës së popullit shqiptar. Ky moment shënoi hapin e parë drejt lirisë së Kosovës dhe drejt së drejtës për të jetuar të barabartë, të sigurt dhe të lirë. Pra, këto 3 data, 24, 12 dhe 97, me gjithë se të ndara nga shekuj, kanë një ide të vetme. Pra, idea është flamuri me shumë se një simbol, ai është historia, sakrifica dhe krenaria e kombit shqiptar. Dhe ne sot, duke e parë flamurin ton që valon, e nderojmë të kaluarën dhe marrim përgjegjësinë për të ardhmen. Dhe ne si të rinjë kemi detyrën të ruajmë vlerat, të çojmë identitetin dhe të kontribuojmë me dije, kulturë dhe mirësi për shoqërinë tonë. Pra, gëzuar këtë ditë të shejtë, roft flamuri Kuqezi, lavdi të gjithë atyre që ngritën dhe mbrojtën atë ndërshekuj. Faleminderit.
Delica ime hapja kullës të rëse, po vjen liria bashk me pranverën Toke duka gjinit ju, ashtë jetën se, del bukare pra, ka maqja vjetën emrin shqiptar. Sot e veç jetën shami, veç dy vit të linë i sy, emrin kam Kosovë, jetin i diri.
Soparana tinja, kush me shtet projekte mija, edhe sot të grim, kush ma vrejt tirin. Shorta jon, sendra jon, forza e la treu, Esender, primëri, prima s'jam të reu, rock se qas, për që t'mon, rulli uni, dune t'armani. Shorta jon, sendra jon, forza e la treu, Esender, primëri, prima s'jam të reu, rock se qas, për që t'mon, rulli uni, dune t'armani. Tymi vjetë pras njerin, tymi vjetë pres drejtsin, rojta pisë ta, endrin shqipëtar, sot e vejsje unë shamin, e që ty gishtë e lindi si, endrin kanë Kosovë, jetin i diri. Jemi garra kosovare, kryre lasër të tërbane, zemrën nga Gani, qakun si të ri. Jem Kosovë karana tinja, kush një shtet projekte mija, edhe sot të grim, kush ma vrejt tiri. Shorta jon, sendra jon, forza e la treu, Esender, primëri, prima s'jam të reu, rock se qas, për që t'mon, rulli uni, dune t'armani. Shorta jon, sendra jon, forza e la treu, Esender, primëri, prima s'jam të reu, rock se qas, për që t'mon, rulli uni,
Ku është liria? Ku jemi ne? Ku është kënga? Ku është shqipëria? Ku është la huta që ka tradit malësia? Ku është nderi ka sfjotet? Ku është besa për azotet? Ku është kënaria shqiptare? Se nuk linje gjellë për ne? Se nuk linje Skënderbej? Se nuk vjet tek me liria? Se nuk qërë në lu për neja? Se flamur të lartë dë ngrijet, se për veti për politash. Të qaj për ty, o flamur gjak, të qaj për ty, o në Shqipëri, edhe lëtët mori vaj, edhe qëri për mbëmëzëj. Qaj me motor fat në zi, qaj për nënë në Shqipëri, qaj se zamra noa më së shëty. Për 100 vjetë kemi të pushuar, gjysë me shekullit të mjeruar. Djelë për ne, ma nuk rinjtë, qaj se e hundëm Shqipërin. Mere këtë petë këtë zi. Qaj dhe nëzirë të rishimin për këtë gjë. Qaj për ëndrat të parëve. Qaj për krenarin e shqiptarve. Qaj me motër në flamor. Qaj se s'ka për të vajvit në korë. Qaj si nuk ka më Skënderbej. Nuk ka shekull më për ne. Nuk ka dritë, s'ka njëri. Si do besoj me pavarësi. Jo, më qaj. Di që këtë petë të zi. Ne të besoj në bërë Shqipëri, se nga doli e buri thonë, Ismail Qemali. Gëzoj flamur, gëzoj Shqipëri, se ti sa një e lirë. Gëzoni burra, gëzoni nëna, se Shqipëri s'për të kënga. Dhe të kujtojnë për gjithë jetën, dita i sotme 28, si dita liris, si dita pavarësis. Sot gëzimi, dhe të marbel, dhe të përqasin madhe skaj më skaj, roj Shqipëria, ditë saj. Shqipëri, unë jap gënare për ty, për para arë si temi, gjithë më në fjajt të ty e do të ndjek, një fej, një gju, një Shqipëri. Shikoni letër. Me siguri do të jenë dhe në patrua turke, sot kam për me qindra në përru. Jo, është një letër, është një shqip. Me të vërtet? Wow, për lexoj të qëta të mrekullueshme, qenë ka një poezi. Na lexoj dhe neve, lexoj me të move. Dëgjoja, me 28 nëntor, me këndë një Shqipëria, Ismail Qemali me vlerë, i pa popullit me ngoj, poshtë të shokë e bëria, Europa re të dëgjoj, tu s'ka vend të qia. Ja të besin, ja të re, e të jona Shqipëria. Ah, mërbir janë, sa më ka morë malli me të pa, sytë po mu kanë qëru me të pa, ku për të shët djallin, duket po të shët ty o birë. Luke, a më thire? Jo, Lukës, jo, nuk të thira. Më dëkë që fole. Jo, nuk fola me ty birë, fola me djallin tanë, i kalzova që i rrit e po i përngjanë. I kalzova që i bajë hallit e i të shtu rrugës si. Ah, bre Luka jeme, a petë mërzite? Jo, bre nanës jo, s'jam mërzit shumë, mërzit ma shumë për më shënë, që djallë jam dhe jetën për liri, e liri ala së ba. Ajtë se bëhët mirë, këtë më ndomi më bëma mirë. Oh, djallë, shleja zanë si qka përpojnë, inshallah është hajë. Besëm ta ken bane, besëm ta ken bane, për Kosovë, jetën doj me dhane, për Kosovë, jetën doj me dhane. Non, qka ki? Se po kon? Jo brënuse, kur gjas kam, dhe shkuri pak në televizor që ta djem,
më kujtu Aziz janë, sa shumë e deshi këtë vend, e me push në dorë dha shpiti në këshore. Ah, ma si fletë për nonën Saska, me shti djalin dhe, e vetë me jetue. Non, nuk ban kështu. Azizi nuk ka vdekët. Kalon familje të shëndosh, fëmijë të horit e të halollit. Nuk ban kështu. Po Brenuse, qashtu është? Drejka nolin. Se birë qko bo? Ne, udhëheqësit e popullit tëmë, po shpollin në mënyrë demokratike në përmjet kësoj deklarote. Kosovë është atë pavorur dhe demokratik, urime. Zvoke, apëreshe, nuk ka në mënësi, u shpat pavarësia. Non, Azizi dhe të gjithë shukët e ti sot kanë zrit notën, ama ne të i tyre shkoj në vend. Oh, Zot, sot mund gjallë djali, sot e pa shijen e ti. Faleminderit të Zot që na dha mundësinë me po këtë ditë. Do që bashkë programin e përgatitur nga nxënësit e shkollës 28 nëntori nga fshati Vërban, ku kështu dan nga dala arritëm edhe në fundin e emisionit për këtë muaj, duke falenderuar të gjithë pjesëmarrësit e këtij emisioni. Ju përshëndesim dhe ju urojmë të gjithëve gëzuar festat e nëntorit. Mirëmbëjtje nga unë Era Muslio dhe stafi i Plus Televizionit.